më tej. Çfarë garë është pak më saktësisht dhe cilat ishin kriteret? Pra, kjo garë për me apliku aty, duhet që të futni një ide të biznesit. Pa ma parasysh që është ide e re, diçka kreative, që nuk ekziston, apo një inovacion i një ide që veç më ekziston. I një biznesi, pra do një ndryshim i ri. Edhe nëse i ki këto kreative, atëre ti dush me shfaq aty brenda një emër të ideja në shkurtimisht, problemet që ideja jote i zgjidh, si do të zgjidhni këto probleme dhe së fundi pyetja e fundit ka qenë si do ta mbani ju këtë biznesin tuaj që e paraqitni qëndrueshëm, pra murit me pas aftësi për murit. Zhvillohet tutje. Rita, nuk e di nëse ke bashkëpunuar dhe ti më parë me Ermalin, po si u ndeve kur besoi Ermali ta propozoi si ftesë apo jo për të qenë pjesë e ekipit, sepse ju jeni gjithsej 6 veta në ekip. Them drejtën në fillim kur Ermali erdhi dhe na tha se na shpjegoi punën e projektit, unë i thash pse ne, projekti u duk më i madh, më u duk më serioz, thash pse ne. Po pastaj kur unë mblodhëm në grupi, tham në rregull, atëherë unë mblodhëm, por problemi ishte se u informuam pak si vonë. Do me thonë nuk ishim kohë gjatë për mujtë me dhanë idejen. 5 ditë? Gjithsesi ju duket që kam mjaftuar, se jeni fut në top 53-shën e garës, kështu që. Do me thonë kemi pas më shumë presion, ka qenë pak më kohë limituar, ta bëjmë këtë, edhe kemi bashkëpunuar shumë mirë si ekip. Secili ka pas punën e vet, ka pas të gjitha punët që i ka kryer, nuk kemi bërë ndeshje në asnjë pikë. Kemi rënë dakord me njëri tjetrin. Keni qenë përgjithsisht në mbështetja njëri tjetrit dhe secili ka kryer ato obligimet e veta që është dashur. Zbulojmë pak se kush janë anëtarët e tjerë dhe le të themi çfarë ka kontribuar secili tek ideja. Atëherë po flas për veten, unë dhe Erina e Temi, kemi qenë për logon edhe për emrin e faqes. Ajo ka dizajnu logon, i kanë drejtë që ato. Unë kam zgjedhur emrin e faqe, emrin e apit, por edhe emrin e grupit. Pastaj... Janë edhe përveç Erinës, është edhe një vajzë tjetër në ekip, se jemi 3 vajza dhe 3 djamë. Vajza tjetër është Anesa, jo na ka ndihmuar për përkthimin. Për shkak se ne më tepër vetë organizatorët janë Maqedon, na e kemi bërë në gjuhën Maqedon që të kuptohet më lehtë prej tyre, se kemi pasur opsionin edhe në gjuhën angleze. Pastaj edhe vetë videon, se aty ka qenë edhe në kriter për video me bo, rreth idesë tonë, aty e kemi bërë edhe atë në gjuhën Maqedone, pra Anesa ka pas rolin e saj si përkthyesi. Ajo na ka ndihmuar, domethënë secilin tekst që kemi pasur për secilin kriter ka përkthy. Pastaj janë edhe 2 djemë tjerë, Refik Latifi, që është në klasën tonë, dhe Aldin Saliu, që është ai që nuk është klasën tonë që e përmendëm më herë. Ju të gjithë jeni moshatar, apo jeni gjithë tashmë maturant? Melita, se thej që e zgjodhe ti emrin e grupit, apo jo? Si është? Po atëherë se ne e kishmi plan parkingun prej në fillim, parkingu, Parkway, erdhë nga idea se i mblodhëm 3 emra si përfundimtar, por unë dëshiroja diçka që t'ingëllon mirë të veshit dhe thuhet lehtë. Nuk, jo diçka, por edhe në maqedonisht, doja ta përktheja që në maqedonisht të duket përsëri. Po. Edhe kur pash Parkway, pash që në maqedonisht është Parkpat. Ishte edhe shkurt, edhe thuhet lehtë, edhe kur Parkway fikse diçka që ngel në memorien e njerëzve, po. Ishte shumë e thjeshtë dhe ideja që edhe nëse dëshironim të bënim logo me emrin, ishte shumë i lehtë për të shkruar, ishte shumë i lehtë për të futur në një rrumullak të apit dhe për atë thash Parkway duket më e mira, e kom qurë të grupi ku kemi qenë gjithë, i ka pëlqyer edhe këtyre dhe super. Ka të me thajnë të vogël, që se Parkway i bjene për këthemuve parkingut, në aplikacione kemi shfaqur aty që ideja jonë e përmbanë vete edhe të tregon edhe lokacionin, apo udhën më të lehtë për të shkuar deri tek parkingi i lirë. Ermal, se po përmendim dhe titullin e emrin, përmendëm edhe të gjithë që kanë kontribuar tek ideja, por më saktësisht cila është ideja? Çfarë është ideja faktikisht? Ne përderisa kemi mbritur te ideja përfundimtare, kemi lodhur mendje me plot të tjera.
pse kjo na u duk më e mira prej të gjithëve, ka qenë arsyeja se neve na u duk që kjo është i përshtat të gjitha kriteret e idesë. Pra, duhet të jetë një problem që biznesi jonë e zgjidh. Veçanërisht kjo është një platformë apo një aplikacion që zgjidh një problem që është aktual i çdo ditëshëm në vendin tonë. Pra parkingo. Edhe u bazum më saktësisht te vendi jonë. Në Shkup e pastaj aty te ajo qëndrueshmëria kemi treguar që dëshirojmë ne, synojmë që ta zgjerojmë atë në tërë Maqedoninë. Pra, aplikacioni apo platforma jonë është një platformë online që tregon personave të cilat e downloadojnë se si të gjejnë parking të lirë, po edhe më lehtë se ta gjejnë, do të thotë udhën ku ka mas paku trafik. Kështu. Pra, ideja të ty më poshtë e kemi zgjeruar se këtë do të arrim nëpërmjet senzorave që do të vendosim, do të bëjmë pastaj edhe disa partneri me biznes apo lokale apo ndonjë kompani që ka parkingun e vet, që nëse bleni diçka prej aty shtëpiase shqiptare, atëherë keni lirë me parkingun, këto janë detaje tjera që kemi më poshtë. Shumë interesante. Në çdo ditë, po, fiks. Në të gjitha në komi për të probleme. Ishte vërtet. Ishte vështirë se thua 5 ditë kemi pas kohë, siç duket goxha detaje është dashur me i mendu edhe me i pas parasysh. Po, ishte pak vështirë sepse si thash më herët kishim presion, a do mundemi ta mbaronim në kohë. Por si thash, të gjithë duke e bërë punën e tyre, vetë se u planifikua vetë. Veç në fund kemi ardhur dhe kemi treguar gjitha idejt, gjitha gjërat edhe kështu veç se u planifikua, u bë ajo që u bë. Pastaj në fund kemi pas edhe Ermali ka formuar platformën dhe atë website-in i cili ishte më lehtë si një figurë se si mund të jetë aplikacioni më nga ana vizuale ajo është si një lloj reklame që paraqet se si do të jetë në vazhdimsi ku pritet platforma. Aty më poshtë kemi shujtur edhe disa çmime që të jetë pak më tepër reale, se çfarë ju mundson nëse keni pa para, me para dhe me më tepër para. Më thënë, pritet të jetë për gjithë qytetin e Shkupit apo jo? Po. Po aty pritet që më poshtë kemi treguar që për synim ne kemi edhe që të zgjerohemi në tërë Maqedoninë, pse jo. Pritet edhe ana teknike le të themi nga ana juaj apo vetëm ideja? Momentalisht gara ka vetëm idenë. Se pastaj momentalisht jemi në raundën e dytë. Raundën e parë e kalum atë që kënë më i rëndësishme. Tash jemi te raundi i dytë që është edhe më tepër i rëndësishëm. Në raundën e parë, unë kam qef live në Zoom call. E zbashku me ato organizatorët e vetë kësaj gare. Aty ato live kanë treguar, do thotë, gjana rreth idesë, po ashtu dhe i kanë prezentuar top 53 ide që janë aplikuar. Para se të tregon ato, ajo tregoi që të gjithë aplikimet në këtë garë kanë qenë 483. Pra ka qenë vetë kjo një arritje bodë madhe, prej 483-ve të jemi në top 53. Si e morët lajmin dhe si e pritët lajmin, Melita? Patër, për të marrë lajmin a kemi mri në top 53, kemi hyrë në Zoom call dhe aty janë përmendur gjitha emrat, rend me rend, por shumë nga dalë. Edhe fillim u përmendin 10 emra, pastaj pas 2 minutave 10 tjerë, dhe kështu 50, Koxha kohë dhe ne nuk ishmi, nuk mund të disi ishmi në emociona, kemi mrirë apo jo. Edhe unë nuk kam qenë në Zoom call, ka qenë Ermali në Zoom call, dhe unë kam qenë udhës për në shtëpi. Dhe pa prit, vetëm thirrë te grupi ku e kemi ne në telefon dhe thot kemi hyrë. Dhe filluan të bërtasin, kemi hyrë, kemi Ermal, si ishte kur e ndëgjove emrin? Po, fillim... Nëse nga 400 dhe sa ishte? 480 aplikime, ide të zgjidhesh në 53 që në është. Po, ka qenë kënaqësi se edhe jemi të vetmit shqiptar. Që vime dhe poshtë edhe prej një shkolle shqiptare. Pra, në fillim u dëshprova pak se vetëm për i dëgjoja asë njëra ne, vetëm me prisja tjetrën jo prap,
tjetrën jo prap, kishte prej vendeve tjera, pra ka pas prej Manastirit, Kumanovës, Kostivarit. Se gara ishte hapur për gjitha qytetet apo jo? Edhe tash po pres ku më stem tek numri 15 apo 16, nuk e di saktësisht, apo pak më vonë, se ato e përmendën emrin ton, edhe nuk e dëgjova mirë kur e tha në gjuhën maqedone Park Pat, por kur e nipë Zefër Tushmarku, atëherë që aty me emocionet se mund të kohën mos të në kry kjo numrit 483. Është e vështirë. Është shumë e vështirë. Prandaj ke një kënaqësi më madhe. Ka pas lloj-llojshmëri idesh besoj edhe prezantime nga më të ndryshme, kështu që të zgjedhësh në mesin e top 53-shit është vërtet punë nga 480 aplikime. Është dashur vetëm le të themi një grup apo një ide nga një shkollë apo ka qenë hapur për Ka qenë hapur të gjitha? Me rëndësi ka qenë që ti jesh nxënës i shkollës së mesme. Jesh ende nxënës. Një nga kriteret është që ti jesh gara ka qenë për shkollat e mesme. Po, ka pasur do që i kam dëgjuar prej kolegjit ja Kemal apo do emra tjerë që prej asaj shkolla apo prej kësaj tjetrës janë zgjedhur 2-3 grupe. Me thanë, ajo ka qenë e hapur, nuk është patjetër prej një shkolle vetëm një grup. Çfarë na pret në raundin e dytë? Se raundin e parë pak a shumë sapo e shpjeguam. Me vërse jemi në raundin e dytë, dhe raundi i dytë mbaron të dielen, në 16 nëntor. Kemi është puna tek votimet tani. Tani publiku, nuk kemi ne punë, publiku në tërë Maqedoninë voton apo edhe jashtë Maqedonisë, mund të hyjë dhe të votoj. Aty reni keni gjitha shpjegimet e secilit projekt, secilës ide, dhe keni edhe video poshtë që mund të shikoni se si kanë bërë CEO, cila më e mirë, cila të pëlqen ty personalisht. Dhe do me thënë, ne jemi, ideja jonë varet nga populli, nga publika, nga njerëzit që nuk i njohin. Për atë edhe ne kemi shkolla jonë me krenarin që e ka pas ndaj nesh, na ka postu në Facebook, në faqen zyrtare të shkollës sonë, dhe aty kemi pasur, unë nuk prita që, thënë drejtën nuk kam pritur që të bëhet ka që madhe, nuk e kam besuar që mund të bëhet, kemi hyrë në rregull, po të bëhet, të bëhet. Jo, po është vërtet se keni pritë ndoshta që ndoshta edhe s'do keni sukses në garë, por kur e mendon është vërtet një ide shumë e mirë që të gjithë ballafaqohemi çdo ditë me problemin, kështu që pse mos kemi edhe një zgjidhje vërtet adekuate. Dhe ka shumë, duke shkuar prej 18 vjet deri 60 në punë, në shkollë, me vetura, dhe për atë arsye edhe ato që nuk kanë vetura dhe enden me autobus, me pa marrë parasysh, bëhet trafiku për arsye të parkingut. Dhe nuk është e përshtatshme, do të thënë ne vetëm kemi provuar të gjejmë një zgjidhje për problemet që kemi ditë për ditë. Dhe kjo prej gjitha problemeve kjo na zhdokur problemi më i madh që kemi, dhe për atë arsye edhe e vendosëm që ta bëjmë këtë. Dhe për gjithë ata që duan të ju votojnë, sepse duhet të ju votojnë, apo jo, do ju gjejnë linku nëse nuk gaboj tek faqja zyrtare the në Facebook e shkollës Zefër Tushmarku, apo jo? Nëse jo ashtu, nëse nuk funksionon ashtu, muj me hi direkt në internet, aty vetëm me paraqesin faqen e organizatës, apo vetëm të garës që e kanë bërë, milioner.mk, aty mbrenda shfaqen top 53 idet, prej tyre është ajo jona, në shfaqet në gjuhën maqedone, Park Pat, po lartë e kje aty Zefër Tushmarku nëse është. Nuk është atë që komplikuar edhe pse do personave ka do kjo procesi i votimit i komplikuar. Jo, është fare lehtë, tek linku edhe po. Po, veç e kjo aty në gjuhën maqedone ku thot voto edhe pastaj duhesh të lidhesh me Google apo Facebook, edhe masi ta përfundosh atë vetë që më ke votuar. Po ta ka votuar. Fituesit i zbulojmë të dielën apo jo? Po, me datën 16. Çfarë ndodh tutje nëse nëse ecim, të themi tutje kemi sukses? Pra gara i ka 4 raunde. Na të parën vetëm se e kalum, tash jemi në të dytën. Në raundin e dytë jemi në votimi publik, është diçka që vetëm presim. Pasi që të mbaron kjo, nëse shpresojmë që të vazhdojmë, nëse vazhdojmë dhe pranohemi, kemi mjaftueshëm vota, atëherë prej 53-ves zgjidhen vetëm 20 ekipe, 20 ide. Këto 20 ide duhet të përgatiten që të vazhdojnë deri në datën 28, kanë 90 sekonda pitch, nuk e di si thirret. Kështu në gjuhën shqipe. Pra
është një lloj prezantimi i vogël që duhet ta bëjnë shpejt, se nuk ka shumë kohë dhe sekonda përballë. Kjo si tip shpjegimi që të kapat vëmendjen e njerëzve, po. Ai është i shpejt. Ka pasur shumë televizione amerikane apo në Evropë që kanë pas kësi të vërteta. Edhe tash ne aty dalim para investorave apo biznesmenave real, të cilët kanë më na votu si juri kemi ato, që prej top 20-ve do të mbesin vetëm 10. Ato 10 vazhdojnë në raundin e 4, që është me një herë ditën e nesërme, dhe me ato 10 del vetëm një fitues, prapë me biznesmenet e njëjtë, ato jurien e njëjtë, kemi po tash 5 minuta prezentim. Ajo është raundi i fundit. Është se edhe nëse nuk kemi fituar në fund, investorët që janë duke na parë, nëse i pëlqen ideja jonë, atëherë lirisht mund të na marrin neve dhe të bashkëpunojmë me ne. Dhe kjo është e mira e kësaj sipas meje, gjithë kësaj. Për pos eksperiencës, mendoj se edhe që kemi kësi shans që të mund të bëjmë diçka. Krijon ato lidhjet, po ashtu edhe takimet. Definitivisht kur je uroj që edhe nëse nuk fitoni, që të ketë dikush interes dhe ta marrë se ide, sepse vërtet shumë e qelluar. Edhe si ndihemi tash gjatë pritjes deri të dielën? Po, jemi besoj që jo vetëm ne dy, po gjithë ekipi së bashku dhe me mentorin, jemi pak në stres. Shoku se nuk mundesh të shohësh ti votat. Ti mundesh me pa vetëm se sa vota janë total për të gjithë 53 ekipet. Dhe është një numër i mjaftueshëm i madh. Edhe pra ne nuk e dim se sa janë tona, sa janë tjetrit. Po shpresoj që të mbledhim mjaftueshëm vota, të kem përkraje prej popullit tonë, që të pranohemi në top 20. Nuk është e rëndësishme që ne të jemi në top 1 apo top 2, e rëndësishme që të aplikojemi për top 20. Mendoni se do a vazhdoni, sido që të eci kjo garë si ide, do mundoni ndoshta që ta dërgoni diku, ta aplikoni, mundoni ta zhvilloni tutje? Atëherë, po, nëse në fund, se kemi, para se t'ja fillojmë, kemi shkuar tek shkolla ku mbahet kjo në, se pat, kolegji? Brainstorm Next. Edhe bashkëbizetuam me atë që e ka organizuar komplet këtë projekt. Në organizatorëve. Po, dhe duke bërë muhabet, ajo na tregoi se në fund, ju para do i keni, po nuk i keni të obliguara ti shfrytëzoni apo ti përdorni në projektin. Dhe tha mund të mbani dhe ju për vete, po asaj neve nuk e dim akoma në fund se çdo bëhet. Nuk dim është e realizueshme, nuk është që nuk është e realizueshme, nuk është diçka shumë e rëndë për të realizuar. E dim që e kemi kapacitetin për të realizuar. Unë mendoj që do ngjall interes si ide, sepse është vërtet shumë e mirë. Edhe unë mendoj. Edhe uroj që, siç e thënë edhe Melita, që tek investitorët të paktën të ketë të ngjallë interes, edhe të jenë të interesuar të shohin se çfarë mund të bëjnë tutje me idenë. Nëse është e mundshme, pse jo? Sa zgjat e gjitha si procedurë? Po parafësisht një muaj apo një muaj e gjys. Se tash ka filluar në mes të tetorit, edhe besoj që mbaron në fund të tetorit. E do ta di pak pas jemi edhe në fund të bisedës, jeni të dy maturant, si e ndajmë kohën mes këtyre lloj aktiviteteve edhe normal jetës së përditshme me angazhimet që një maturant i ka? Atëherë, unë të dy, në fakt, jemi edhe në shkollë edhe në punë, por edhe jashtë asaj ne mund të gjejmë kohë për projekte, për diçka të bësh jashtë ditës normale, që e ke rutinën tënde. Dhe unë mendoj se është diçka që si që ceka dhe më herët, eksperienca. Eksperienca në çdo gjë, eksperienca të bashkëpunosh si grup, të mund të flasësh, të mund të shprehësh mendimin tënd, të mund të shprehësh idejat tuaja dhe pa u ndjerë e gjykuar prej askujt, apo e friksuar se jo nuk do t'i pëlqej, jo nuk do të bëhet. Mendoj që është shumë e shëndetshme për njeriu që të bëjë diçka jashtë asaj ku je rahat ti. Shumë e vërtet fjalë që Melita po thot, besoj edhe ti Ermal pajtohesh. Po pajtohem. Nuk besoj që do të ketë diçka më tepër për të shtuar. Kjo është jeta unë e përditshme, projekti dhe këta lloj aktivitete që ndërmarrim janë një pjesë e bukur e jetës tonë, për çka na fitojmë çdo ditë më tepër përvoja, eksperjenca, të cilat besoj që do na ndihmojnë shumë në jetën në vazhdimsi. Edhe i shërbejnë komunitetit po ashtu. Po. Kemi përkraje
qoftë nga rrethi, nga shoqëria, nga tutorët, profesorët, jo vetëm të kjo ide, të kjo garë, po në përgjithësi tek aktivitetet. Në përgjithësi kemi. Pa marrë parasysh apo ndonjë aktivitet do të realizohet në shkollë, brenda dyreve të shkollës, ata kur nuk kemi pasur ndonjë problem. Se ka pasur raste përveç se ne kemi shkuar doku larg, në shkollë, po filloj prej aty, profesorët, vetë drejtori dhe gjithë të tjerët nuk kanë vetëm prekraja, është ajo që na kanë dhënë. Pastaj kemi edhe vetë prekrajen e profesorëve të cilët na nxitin. Njëkohësisht për të vazhduar me këto lloj projekte, shkoni aty, shkoni këtu, jap lein. Edhe prindrit po janë ato të cilët janë shtylla e shkollit po. Po dhe vetë ju, që bëni një punë të palotshme. Po dhe jashtë gjitha këtyre më rëndësishmja sipas meje është edhe shoqërinë e mban gjithmonë. E vërtet. Dhe me të vërtetë jemi forcuar si shoqëri duke bërë aktivitete së bashku. Duke bërë diçka, po ashtu edhe jemi duke u kënaqur duke bërë atë. Për shkak se kemi rrethin e mirë, kemi mbështetje maksimale si në shkollë, si në shtëpi, si në përgjithësi. Kemi çdo ditë dëgjojmë fjalë motivuese në shkollë, bravo, ashtu duhet, ashtu. Vetëm na shtyhen përpara, asnjëri nuk është që thotë ndalëm mos e bëj. Unë gëzohem që dëgjoj të tilla fjalë prej jush edhe ju uroj shumë suksese tutje dhe vërtet kënaqësi që ju kisha sot edhe kënaqësi kur shoh të rinj të tillë që promovojnë të tilla vlera edhe uroj që të takohemi sërish, që ndoshta edhe për fitoren, po edhe për aktivitete të tjera për sukseset e radhës. Faleminderit edhe një herë që ishit. Faleminderit edhe për ju. Edhe po ashtu i ftoj të gjithë që të votoni, siç e thekëm domethënë të keni pak a shumë parasysh se ku t'i gjeni linqet, që të votoni për idenë dhe t'i gëzoni jo vetëm të rinj, po dhe të gjithë neve që po përballemi me këto probleme çdo ditë. Unë ju përshëndes dhe për sot do t'ju uroj një pasdite sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të mërkurën në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.